Përshëndetje, kur të pyesin çfarë do përgatitësh sot o Eli? Se disa persona janë shumë kurioz, disa të pyesin me mirësi, disa pyesin se nga që ti je food blogger edhe ti duhet të therrësh dash e të nxjerrësh edhe britë dashit. Kështu që unë e kam thënë gjithmonë sipas mënyrës time, me thjeshtësinë time, çfarë kam postuar, ato që përgatis për familjen time, nuk e te i kaloj normën, aq sa kam mundësi. Sot erdha nga puna, përgatita këto brusketat për miden time, isha vetëm, edhe thash, po i përgatis këtë bukën e poqa dje me tenxhere gize, 2 feta bukë me pak vaj ulliri, e skuq në tigan, përdora këtë djatin strakino, 1 avokado, e presi me feta dhe mi gjithmonë që u kënaqa. Kështu që do të them që kur punon gjithë ditën, e dini shumë mirë, ne që jetojmë në Itali, nuk kemi kohë shumë, nuk na mjafton koha. Thekim bukën, e luajm pak me hudhër, vendosim djatin strakino, te avokado hodha një çik krip, vendosim strakino, mua pëlqen shumë ky djati strakino, e përdor për shumë receta. Doja që të përgatisja pasta, po ndofta për darkë familjarëve të përgatis pasta me zucchini. Vendosim pak avokado sipër, jo dha vetëm limon, dhe sipër i edhim gjalp të shkrir, edhe pak spec të ëmbël, edhe unë doja me djegës, po thash ta Eli mos e exagjero. Kjo është dreka ime për sot. Ju përshëndes. Ciao ciao.